Perikli Kristo, më quajnë, kam punuar në Ardenisën 18, një vend burim nafte, është e mirë ata jepni publikisht. Lasë shqeto fare. Një gjë është e sigurt këtu në Shqipëri, rritja e çmimeve. Pa u rritur çmimet në bursat ndërkombëtare, reflektohet menjëherë në rritje çmimesh këtu në Shqipëri. Kur bëhet fjala për karburantin, ai është i pari. Gjiri i Arabisë ndodhet tashmë në një konflikt të hapur dhe njoftimi i kompanive të karburantit në Shqipëri që do të rriten çmimet së pari 20 lekë, më pas 40 lekë për litër, habiti shumë kënd. E para për arsyen e thjeshtë sepse çmimi nuk është rritur akoma në bursa dhe e dyta sepse ky që nga një çmim i përcaktuar. Po të mos je sabotuar në Saliu që quajti pusi e Enverit, se nafta nuk është e Enverit në Shqipëri, është e popullit. Ky pus do të jepte 10 milion euro e sa prapa, 10 milion e 140.000 euro, se në total 10 milion e 140.000. në vit. Në muaj. Në muaj. Po. Çfarë bën autoriteti i konkurrencës? Çfarë bën qeveria shqiptare për të kontrolluar këtë treg që sot i ka çmimet shumë më të larta se rajoni, që i ka çmimet të paktën 30 deri në 40% më të larta se vendet fqinj, duke nisur nga Maqedonia e Veriut dhe duke vazhduar në Malin e Zi. Rritja e çmimeve në këtë mënyrë abuzive, në kurrizë të qytetarëve, në kurrizë të bizneseve që përdorin karburantin edhe për nevojat e tyre, është vjedhje, është korrupsion i hapur. Nëse do kishim një shtet që do funksiononte, dhe nëse do kishim mekanizma që kontrollonin organizimin e këtyre kompanive dhe mënyrën si përcaktohen çmime, nëse do kishte një ekonomi të mirëfill tregu, një treg të hapur dhe konkurrencë, kjo nuk do të ndodhte. Pa nisur konflikti, pa u rritur në bursa, rriten në tregje. E njëjta gjë ndodhi edhe në konfliktin me Rusinë dhe Ukrainën. Kjo është grabitjen e qytetarëve shqiptar dhe ky është rasti kur shteti ndihmon pakicën dhe jo shumicën. Po breti kam këtu dokumentat me spakun edhe nuk marzallase e merr do të drejtën në qoftë se Saliu i përfshirë në atë. Ju po kërkoni ta merrni atë pusin? Unë s'dua ta marr populli, jo unë. Po dëgjoj këto lajmet që operatorët e hidrokarbureve në këtë vend do të rrisin brenda 48 orëve çmimin e naftës kryesisht me 20 lekë dhe rritja mund shkojë deri në 40 lekë. Po tjetë për mua Saliun, nëse do kishte drejtësi në këtë vend ai do të ishte në burg. Të dënohet ai që e ka mbyllur, edhe pusi të vej ta marr populli. Unë thasë po luftoj për ta marrë për vete pusin. Po jo, ideologjia ime e di cila është dashuria për popullin. Pra, do prekin edhe një herë limitin e 200 lekëve ose 2000 lekëve. Shikoni që ngjarjet në lindjen e mesme, lufta atje, përhapja në vendet e tjera arabike për te Iranit, prodhuese, mbledhjen kushticës së Hormuzit ku kalon trafiku i hidrokarbureve, naftës edhe gazit, pati që do të kishte një impakt në çmim, po që ky impakti përkthehet ose vjen në Shqipëri brenda 48 orëve, ky është nam. Shikoni, çmimi i naftës është fiksuar në 173 lekë prej një viti. Një vit që nuk ndryshon. Kjo historia që këta shesin në tregun e brendshëm me çmimin e bursës është një tallje, nuk po e them çfarë tallje është, po është një tallje shumë e madhe me gjithë ne që paguajmë naftën, apo benzinën, apo gazin tek këta operatorë. Ndryshoi euro në një vit. Ndryshoi edhe çmimi i naftës në një vit. Po 173 lekëshi nuk lëvizi. Tani, brenda 48 orëve do ndryshojnë këta çmimin, kjo është po e përsëris nam. Dua të kujtoj që këtë shqetësim me ngrita sot, e ndava sot me kolegët e mi në Partinë Socialiste në kryesinë e saj. Dhe natyrisht dua të sjell në vëmendje të tyre e të gjithëve që bordi për administrimin e çmimeve të hidrokarbureve i përdorur gjatë kohës së luftës në Ukrainë, nuk është shpallur antikushtetues. Gjykata kushtetuese ka bërë një ndryshim krejt formal në atë akt normativ, por bordi është kushtetues dhe akti është kushtetues. Kur abuzimi i ulëret, patjetër që kundër masa ndaj abuzimit duhet jetë e shpejtë dhe efektive.
Cili mund të jetë profesioni më i mirë që ne sot të bëjmë lek? Çfarë punë duhet të bëjmë që të fitojmë lek? Që duhet të bëjmë ne? Në radhë parë jemi politikan, kryeministra ose... Se këta bëjnë lek? Po, Por radhë dytë, ata dytë dhe. gjithë vendi një kryeministër ka. Edhe ata që ishë bëjnë kryeministrit. Do të jemi si ata që shërbejnë kryeministrit që të bëjmë lek. Po, edhe si Sali Berisha, që vëmot gamë ndeja, bën paraj, ko zderi. Sot kemi protest. Ai po del protest për na mbrojtur ne. I del, po më pyet mua ti pa, që e di që po tjetë për mua Sali unë, në që do kështë drejtësin këtë vend, a i dy që është në burg. Mund t'a jepni, pa frikë, me emrë me mbrejnë, them. Do në t'ua them emrin, Perikli Kristo, më quajnë, kam punuar në Ardenisën 18, një vendburim nafte, është e mira t'a jepni, publikisht. Flasë shqeto fare. Që tani, po t'ishëm në punë, po të mos që sabotuar në Saliu që e quajti pusi e Enverit, se nafta nuk është e Enverit në Shqipëri, është e popullit. Ky pus do t'jepte 10 milion euro e sa prapa, 10 milion e 120.000 euro, se Në total? 10 milion e 120.000. Në vit. Në muaj, Në muaj. po. Po breti kam këtu dokumentat me spakun edhe nuk marsalla se e merr do të drejtën në qoftë se Saliu i përfshirë në atë. Ju po kërkoni ta merrni atë pusin? Unë s'dua ta marr popullin, jo unë. Ti ke shkuar në SPAK? Po mor, i kam dokumentat këtu. Për këtë pus që të dalë të dënohet ai që e ka mbyllur, edhe pusi të vej ta marr populli. Tha se po luftoj për ta marrë për vete pusin. Po jo, ideologjia e e di cila është dashuria për popullin. Dashuria për popull. Po, e them me shpirt këtë. A ka sot dashuri për popullin? Nuk ka. Pse ka humbur këtë Mund dashuri? të jemi i veçantë, ti do thuash po e ngresh shumë veten, i veçantë. Ama më po luftoj edhe tani do vetëm në Lundër, që u dhafosëm duket bashkë ishim apo i tjetri. Çfarë do bësh në Lundër? Në Lundër do vetë të marrë një dokument që kam qenë operator i gazokartazh në atë pus, që ta justifikoj komplet. Në çfarë vendi është ky pusi? Ardenis të Fierit. Ardenis të Fierit. Po, SPAK, Sa vite keni punuar ju aty? unë kam punuar 3 vjet atje. Edhe një herë, cila është anafilla që ky pus është mbyllur dhe çka kërkon ti? Pusi është mbyllur vetëm për kapriço. Është mbyllur, është krimi i mirënd politik në Shqipëri. Në dash po të keni zemër jepeni kështu sistemu. Cila është kapriço e që ka mbyllur këtu? Atë ka mbyllur se populli nuk do naftë. Nuk donin që ata të kishin naftë, do me thënë pusi e Enverit jepte naftë, se ishte e Enverit. I the me baza këto jo, se derisa unë vetëm SPAK-en atë, unë vetëm dua mundësin ja rrofshin nëse do e jepni. Nëse do ta jepni, ta transmetoni ta dikë popull, rrofshin. Këtë dua. E rëndësishme është shpresoj që ju t'ja dilni. Unë do kam shpresë se do ja dalë, se po luftoj për idealet më dha, për idealet popullit, nuk po luftoj, as dua as një lek për vete. Me çfarë jetoni ju? Unë me pensionin që marr. Jeni të kënaqur? Po jo, unë se i kënaqur se jam, unë pak kënaqësia nuk vjen, kënaqësia s'ka fund me paratore, kush është ai që ngopet me lek. Po unë jam zonë me pak, edhe s'dua të marr tjepet. Respekte, qofsh mirë. Shumë faleminderit. Shëndet e të mira. Rrofsh. Po e dha, du falenderoj shumë, se dha Direktës bëhet fjalë.